Tensioni po mlidhej që në fund të vitit 1465. Për të përgatitur, pal ëngjëlli solli nga Venediku ndihmë të reja. Republika i dërgonte Skënderbeut 300 mercenar italian. Përveç tyre siguroi 4 bombarda, 20 fuqi me barut dhe 10 përdredhore. Në fillim të majit u qartësua që objekti i sultanit ishte Arbëria. Gjergj Kastrioti duhet të bënte maksimumin me mjetet që kishte.